Sa më shpejt kupton që gjërat ndodhin jo kur ti kapesh pas tyre, kur i shtrëngon fort dhe nuk i lëshon, kur përpiqesh maksimalisht edhe sforcohesh për t'i arritur. Por ndodhin kur ti nuk përpiqesh më aq fort, kur shkëputesh nga to, kur ke thjesht besim që gjërat do të ecin siç ti do, pa u sforcuar, pa u përpjekur me mishe me shpirt që ti t'i kapësh ato. Pra ti i lëshon dhe atëherë është momenti kur ato vijnë drejt teje. Sa më shpejt do ta kuptosh mënyrën se si funksionon ligji i shkëputjes, aq më shpejt ti do të kesh gjërat që dëshiron. Universi do thot po, por kujdes, ai thot po në momentin që ti përpiqesh me gjithë forcat e tua që të arrish diçka. Mesazhi që ti përçon është që ti nuk po e arrin dot. Dhe ai të thot po, ke të drejtë, ti nuk e arrin dot. Në momentin që ti, pavarësisht se nuk sheh fakte para teje, ke thellë brenda vetes ndjesinë e bindjes, jo thjesht besimit që gjërat do të ndodhin, atëherë mesazhi që ti dërgon universit është pikërisht ky. Gjërat ndodhin gjithmonë për mua, siç unë i dëshiroj. Unë jam rrugës për të arritur atë që dua. Shumë shpejt do ta kem. Dhe universi, si në çdo rast, të jep po të njëjtën përgjigje, të thot po. Ke të drejtë. Kjo që thua është e vërtet. Ti je gati për të arritur atë që dëshiron. Je rrugës, shumë shpejt do ta kesh. Në momentin që ti përpiqesh të kontrollosh çdo gjë që ndodh, mesazhi që i dërgon universit është që ti nuk ke asgjë në kontroll. Dhe sa më shumë i dërgon këtë mesazh, aq më shumë gjëra jashtë kontrollit do të shfaqen. Ka një ligj të heshtur në univers që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë. Sa më shumë të përpiqesh të mbash diçka fort, aq më shumë ajo të ikën. Mund të jetë një person, një ëndër, një dëshirë, një rezultat. Sa herë fiksohemi pas një gjëje me frikën se mos e humbasim, dhe sa herë ajo na është larguar pikërisht për shkak të kësaj frike. Kjo është forca e shkëputjes, jo e ftohtë, jo indiferente, por e urtë, e pjekur. Shkëputja nuk është të mos duash, është të mos varet paqja jote shpirtërore dhe mendore nga ajo që ti dëshiron. Nuk është të mos veprosh, është të mos kapesh me ankth nga rezultati. Është kur thua, do bëj më të mirën time dhe do e lë pjesën tjetër të rrjedh. Sepse kur një përfundim i caktuar, një rezultat kthehet në qëllim në vetvete, humbet magjinë e procesit. Nuk shijon të gjitha ato bukurinë që ky proces mund të të ofrojë. Ndërsa kur e lë veten të lirë dhe nuk ke më pritshmëritë, ndodh e papritura. Ti shijon çdo gjë dhe çuditërisht, edhe pse ti nuk je më i kapur pas rezultatit dhe nuk është ai qëllimi jot më i rëndësishëm, gjërat ndodhin siç ti dëshiroje. Ligji i shkëputjes nuk thot mos dëshiro, por thot dëshiro, vepro, pa u stresuar, pa u sforcuar dhe besoj rrjedhës së natyrshme. Sepse gjërat nuk vijnë gjithmonë kur i do me çdo kusht, ato vijnë kur je gati t'i pranosh. Edhe nëse nuk ndodhin. Shkëputja është të jetosh me zemër të hapur, por pa e varur lumturinë te kontrolli. Edhe kur mëson këtë art, fillon të ndjesh qetësinë që nuk varet nga asgjë të jashtme. Por nuk është gjithmonë e lehtë të shkëputesh, sepse mendja thot, po sikur të mos ndodh, po sikur ta humbas, po sikur ta dëshiroj shumë
gjithmonë sepse nuk e kam. Dhe pikërisht aty nis mësimi. Shkëputja nuk është mos kujdes, nuk është papjekuri, është besim, është kur thua unë e dua këtë dhe do të ndodh. Megjithatë, nuk do të shkatrohem nëse nuk do të ndodh. Sepse forca jote nuk vjen nga ajo që zotron, por nga ajo që je në gjendje të lëshosh pa u thyer. Shumica e vuajtjes nuk vjen nga mungesa, por nga kapja fort pas një ideje se si duhet të ndodh kështu. Por jeta ka mënyrën e vet. Shpesh, për të mos thënë gjithmonë, më të mirën, më të mençurën, më të thellë se planet tona. Dhe sa më shumë hapësirë i lë rrjedhës, aq më shumë rrjedh drejt teje ajo që është për ty. Shkëputja është dashuri pa kontroll, është synim pa fiksim, është pranim pa frikë. Dhe kur jeton kështu, diçka transformohet brenda teje. Nuk je më i varur nga çfarë ndodh jashtë, sepse je në paqe me atë që ndodh brenda teje. Lejo, lësho, beso dhe shiko çfarë do të vi për ty.